trupat gjermane kaluan jo vetëm nga ish Jugosllavia, por kaluan edhe nga Bullgaria për të pushtuar pjesën e Greqisë Veriut sot nëse Thrakin dhe në fakt grekët i bën dhe gjermanëve rezistencë. Edhe Hitleri e quajti një heroizëm të madh dhe tha grekët dinë si të luftojnë, tha, dinë si luftojnë. Atë e ka thënë gjatë dështimit fushatës italiane në Greqi. Po. Kurse pikërisht sepse e dinte Hitleri e dinte tashmë se rrezikonte edhe dështimin dhe për të mos rrezikuar dështimin, përdori një taktik blitzkrieg, pra lufta rruthe, e cila u aplikua 100% në Jugosllavi dhe në Greqi. Dhe pati rezultat, sepse Jugoslavia ra shumë shpejt dhe Greqia po aq shpejt, punë ditësh, 6-7 ditë. Pra, dhe pyetja ime ka qenë shpesh pse nuk i tha Oqi dhe Gjermanisë. Pra, nuk mund t'i thoshte sepse përpjekjen e bëri, por s'munden dot se forca ishte shumë e madhe dhe në fund fare pam flamurin nazist të Valvite mbi Akropol. Apo jo, nothing. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Greqia u nda midis tre aleatëve, pjesa më e madhe ju dha për administrim Italis, pjesa veriore dhe veri lindore si i bi Bullgaris, ishte aleat. Athina më duket pati një status të veçantë e administruar nga forcat gjermane dhe ca ishuj për shkaqe strategjike, siç ka qenë Kreta për shembull. Si rrjedhoi, trupat italiane u rikthyen në Greqi, po sigurisht me ndihmën e Gjermanisë sepse vetë dështuan në zonën e Çamërisë.